Thana, anë kauja, po shumë pas, shumë këto. Atë mëna këtë duket më se kanë pas bu me edhe fitimit. A gjete? Pa dhe ata janë qëtu janë që se i pashportit. Ata të janë qëtu në imë, kanë drish në imë 64, 63, 64, 64. Rami, kjo iniciativë Benito Maresit Amerikanit, a? Kjo fillimisht është nisë nga Benito Maresi. Pastaj është përkrahur nga komuna e Skenderit, në atë kohë që ka qenë Ramadan Gashi kryetar, është përkrahur pastaj edhe nga kompanitë miqke të Benit, Drini kompani me Milaim Gashin, Fatmir Gashin, pastaj Graniti e ka Paradizëm duket ashtu emrin, disa kompani tjera, ka asfaltin atë kohë, edhe janë bashkangjit pastaj në fazën tjetër edhe në bashkëpunim me Agjencionin Memorialeve, toka ka qenë e komunës tu, edhe këtu ideja fillestare ka qenë që të vinë të gjithë dëshmorët e Kosovës, të jetë një vend, sigur se që quhet ky muri i dëshmorëve ku të tanë shqiptarinë. Prej fillimit ke qenë rregullisht me Benin tu, gjatë punimve. Po, kemi qenë unë me Benin, po kuptohet unë nuk e kam pas barën kryesore, se tash është lehtë me fol. Barën kryesore kanë pas komiteti organizativ që ka diku pllakën atje, që tash është Benito Maresi, është firma e këtij Lushtakut që ka punu inxhinier Lushtaku, pastaj ka një grup diku një 70 vetë si nismëtar që e kanë filluar, po të parë fare është Benito me Fatmirin, me Milaimin, edhe një pjesë që janë bashkangjitur ndërkohë. Faleminderit. Këtu do të thoni keni gjitha emrat e ushtarëve dëshmor në emblemën e UÇK-s. Në Kosovë janë 2500. Kemi ardhur shumë herë vullnetarisht edhe me pastru vetësit baren. Përndryshe këtu para 2 vite në shehri respekti të 25 vjetorit ditës lirimit ka qenë një koncert gala shumë i madh që është financuar prapë nga Benito me njerëz të tjerë edhe me komunën. Edhe ka qenë përmes RTK-s, ka pas balet nga Tirana, ka pas kori si parantum. Tani aty jemi organizuar një grup pak më i madh për me dalë më mirë, ka qenë edhe ka pas donatora tonëve tona, ka pas donatora tonës tonë, më e forta, më e madhe ka qenë kuptohet Beni, edhe pastaj ka qenë Tulltoria, kanë qenë të gjithë firma Qamili Pikrushës, Ari Vladi këtu ka? Ari Vladi ka qenë tu live do të ka majt, ka patër fishekzare, është një koncert që mundemi me po, rrjetet sociale. Edhe Agron Limani ka qenë pjesë e Fortesa vajza e tij, Hana vajza jeme, ka pas shumë njerëz vullnetar të cilët në forma të ndryshme kanë dhënë. Pikrushës kanë dhënë pare, gjithashtu Fethoti, firma Qamili, ai Luli Lulzim Hote që është në Itali, është lista e donatorëve që kanë dhënë për me bërë këtë koncert madhështor, edhe në ardhë gjeneratat e reja mos me harru kontributin. A bunar keni haptu pusa? Pusi është atje poshtë, po fatkeqësisht nuk ka ti shkon tu. Tash kjo është në përkujdesjen e Agjencionit Memorialeve të Kosovës, kuptohet edhe me ndihmën e komunës. Ka nevojë gjithmonë për mirëmbajtje, po ky vend nuk do të marrë. Këto kisha konsitu në mrena ditës filme kisha bo me donatin edhe borimin, se kisha lënë kështu. Nuk e kisha lënë kështu. Që kjo thonja. A kjo po më çega.